Shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë me alternime tjellimesh dhe me vranësira të cilat hera herës kanë qenë deri të dendura. Rreshtit e shiut kanë qenë prezente me intensitet të ulët, kryesisht në orët e mesditës dhe pasdites. Era ka fryrë me drejtim nga kuadrat jugut me shpejtësi 10 m/s, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 6 deri 21 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 11 deri 26 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 24 gradë Celsius. Edhe për ditën e premte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet të jetë me vranësira të pakta deri mesatare, ndërsa rreshtit e shiut parashikohet të jenë prezente në orët e para të 24 orëshit përgjatë vijës bregdetare dhe ultësirës perëndimore deri në orët e mëngjesit. Në orët e mesditës deri pasdite, rreshtit e shiut do të jenë me intensitet të ulët të karakterit lokal përgjatë relieveve malore të vendit. Era do të vijojë frymë me drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi 14 m/s, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 7 deri 22 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 12 deri 27 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 26 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, të cilat do të cillin mot me vranësira me rreshtë shiu me intensitet të ulët deri mesatar, përgjatë vijës bregdetare të rajonit do të kemi edhe shtrëngata shiu. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të jetë ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të cillin mot me vranësira me rreshtë shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Ndryshe paraqitet situata në Gadishullin Iberik dhe në Brigjet e Egjeut, ku ndikimi i masave ajrore të shndrueshme do të sjellë mot me ktillime dhe vranësira kalimtare. Këtu kemi përfunduar. Falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirë takofshim.